رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet e adhurimet i takojnë vetëm Allahut Zotit Gjithësisë. Mëshira e Allahut që mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij pastër dhe për gjithë të dashur besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu na falë dhe na mëshiroj gjithë. E falenderoj dhe i lutem me ditë me pranoj këtë ditë agjërimi. Dhe të gjitha veprat e mira që i keni kryer në këtë ditë, Allahu na i pranoj inshallah. Dhe ati që do t'i rendoj veprat në peshorin e Allahut, ai është i fituari dhe i shpëtuari tek Allahu xhela xhelaluhu. Ne jemi dy fjalë për vetëdijën e vonë. Pasi që pamë edhe vetë, kalon 10 ditë, kalon edhe 20 ditë, edhe erdhën tek vetëdijë i fundit. Sa i përket gjithë Ramazanit, është i bekuar. Është muaj falje dhe mëshire. Dhe çdo natë Ramazanit nxjerrën njerëzit nga regjistri i xhenemit për tek regjistri i xhenemit, çdo natë. Edhe ka një hadith që thotë jo çdo natë një lloj. Më vjen duke u dy fishur çdo natë. 3 fishur, 10 fishur, edhe natën e fundit, do natën e Bajramit, sa që nxjerrë gjithë Ramazanin. Pra, në këtë kuptim që s'duhet në vlerësu as i minut i Ramazanit, as i minut i Teravihit. Gjithë do në vlerësu shumë sepse kanë mirësi dhe begatim veti secili. Kur themi që me të që regjistrohemi, kjo person të mund duket pak, si do a themon, gja e largët, 90 pas 9. Mund t'ju duket për shembull një pjesë të njerëzve, por nuk ashtu. Çdo njeri do të lutet edhe do të thotë o Zot, sa pak pas ke punon. Nëse mani me në herën e natën e dytë, përmendëm personin që ka ndihmu një njeri për të bajt diçka në krahë, ka qenë një nanë e vjetër. Dhe ai i është faq dita llogarisë, edhe ka thënë o Zot, gjithë jetën ti kisha ndihmuar njerëzit për t'u bajt sendet e tyre në shtëpi, sepse kishte pas shumë lëvërdi të madhe. Aq shumë mbrojtje atë në ditën e llogarisë. Dhe 10 ditë i fundit, pra çdo gjë ka me 2 fishim, me 100 fishim, shpërblimin tek Allahu xhela xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ka shumë mundësi që në 10 ditë e fundit jetë edhe nota e 4. Nota e caktimeve, nota e lajmeve, pra që për secilin njeri ka lajme të shkruar që do dalin për gjatë gjithë vitit derisa të vijë Ramazani tjetër. Edhe kjo natë, pra me qësa është nota e regjistrave që zbresin këtu në dynja, dhe që i zbret regjistri çdo njeriu se çka do t'i ndodhi për një vit, Allahu xhela xhelaluhu premton nëpërmjet gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se do të ketë shpërblime të mëdha. Po para se në ardhte fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhela xhelaluhu përmend në Kur'anin e Madhëshëm. Edhe quhet ndryshe suratul Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. Pra kjo natë mori vlerat të mëdha për shkak se zbriti Kur'ani. E Kur'ani e dinë që është kelamullah, fjala e Zotit xhela xhelaluhu. Fjala pa konkurrencë, udhëzuese, drejtuese, shpëtuese për të tjerët. Lejletul Qadri, inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma adraka ma lejletul qadr. Dhe kush të mësoj të i thotë Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se çka është nata e Qadrit. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Po themi pra, o pejgamber, pra vetë pyet Allahu xhela xhelaluhu edhe vetë përgjigjen.
Edhe thot, nata e katërt thot, është më e mirë se sa 1000 muaj. Pra është ka mirësi prej Zotit Xhelel, ai që jeton në natën e katërt. Ai që ka frënë. Jo gjithë natën e katërt, pa qoftë edhe 5 minuta. Ka mirësi dhe begatit madhe prej Allahu Xhelel. Sepse dhe orë edhe minutat e kësaj nate janë të veçanta, me shpërblime të mëdha. Pra baraz me më e mirë se sa 1000 muaj. 84 vite adhurim, ibadet ndaj Zotit Xhelel. Pra Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Ajo nata e katërt është më e mirë se sa 1000 muaj. Në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot një 3 njerëz janë pa fat. Jashta mëshirës së Zotit Xhelel. Dhe një nga ata është ai i cili nuk e prek nata e katërt. Po çka do të thotë mos me prek nata e katërt, që ti nuk e di sa është Ramazan. Ti nuk e di që janë net katërt. Ti nuk e di që është muaji i mëshirës. Ti nuk e di që është muaji i Ahmedit. Edhe i menet lehtë, bëhat çat bëhat për mua, hajde me gjithë thjesht dhe gromu. Nuk e prek mëshirën në dhe sotët. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend si hata të madhe. Në thënë të vej ky Ahmed, kjo mëshirë e Zotit. Por thoshte njëri, e pyeti i tjetër, nuk i ka i javë. I tha, se ke di, nuk e gjë. Jo se s'kam mundësi, i tha, po nuk e shoh të arsysh në tha. Hala se kuptoj, se duhet ma gjëru, që kuptimi ka, musliman jam, dhe besoj, po se di, dhe, që ka tha gjëri. Pra ne nuk a gjëri. Mi më ishim vak iftari, pun 4-5 minutash, për të hap iftarin. Edhe nuk pata dhe që të menen me ta, ky është në ata që e ka përjeshtu vetën në mëshirë e Zotit. Si dhe këti e vlerë dhe mëshirë e natës katërt, nuk e prek. Nuk ka fjallë më të keqe. I njëri që thot mua më ka mund shejtani dhe s'ka ma gjëru, këte ka për të fort Zotin inshallah. Nërsa ky që thot nuk e shoh, pse duhet ma gjëru? Ky është tamam njeri i rrezikshëm, ushtari i shejtanit më vonë. Edhe këte nuk e prek mëshirë e Zotit. Se dalin disa teori, po ku e di ti, kush e di? Këta e